aspektin fiziologjik, pjesa më e madhe e studimeve, sidomos që në bëpi Departamentit Biologjisë në Universitetin e Prishtinës, ka të bëjë me mbetjet në trupat e këtyre kafshëve të ndryshme, duke fillu prej faunës lumeve deri tek zësht. Dhe janë gjetë nivelet larta të ndotje, sidomos ato që më së lehti mund të them, ne mund t'i detektojmë. Nëse zhdukën disa prej shpendeve në zinxhirin e biodiversitetit. Kjo është domethënë lidhet me zinxhirin ushqimor, pra shpendet ushqehen prej peshqive, prej insekteve ujore, kjo lidhet pra edhe me ndotjen e lumejve. Kur është ndot lumi, janë zhduk llojet peshqve, llojet insekteve që ndoshta shpendet janë ushqy, edhe në këtë mënyrë pra edhe ju ka rreziku jeta shpendve.